Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Misar jemi të nisma social-demokrate, u të hequr nga zoti Fatmir Limaj, po shkon vetëm në zgjedhje. Ka një listë për 110 kandidatësh, e koncentruar kryesisht nga treva e tyre nga Malisheva, por duke qenë se është parti ma e vogël, atëherë edhe nuk është shumë e lakmueshme për njerëzve për të aderuar aty. Seshe. Po tash po, po flasim për një parti e cila spari i përgëzoi edhe për guximin edhe për vendosmërinë me dalë me marrë pjesë zgjedhje megjithatë, edhe pse nuk kanë, nuk është politika aktualisht në anën e tyre, po sidoqoftë të vlerësoj këto. Tash me qenë se është listë që vjen nga Nisman, ka shumë emra këtu që i shoh për herë të parë. Po megjithatë janë disa emra të cilët e kanë dëshmuar në jetën politike, po filloj me kryetarin e Nismës, unë mendoj që një prej politikanëve më të artikuluar që ka Kosovë është Fatmir Limaj. Tjetër gjë është që ka, elektoralisht partia e tij nuk është më e madhe, po mendoj që është jashtëzakonisht politikan i dobishëm, edhe ka qëndrim të qartë vazhdimisht për Kosovën. Mendoj që Xhevairi Izmaku pashtu është deputete e domosdoshme, kjo ka qenë deputete me PDK një kohë. Albrecht Krasniqi ishte deputete tash, dhe mendoj që ka treguar se ta them kështu një realitet ka shi Nismës edhe një qëndrueshmëri. Mendoj që Ndrej Shala do të kishte me qenë, domethënë deputet i dobishëm, ka pas rol edhe në qeverinë ekzekutiv. Albina Bala Halila ka qenë një kohë deputete po ashtu. Qerkin Dukollin e kom pa në disa paraqitje dhe më ka bo përshtypje të mirë, nuk është se një, nuk është se kom pa ma herët, po më ka bo përshtypje të mirë dhe mendoj që do të kishte me qenë i dobishëm në kuvend. Në Zirqoqa ka qenë deputet një kohë me Partinë Demokratike të Kosovës, vjen nga rajoni Prizrenit dhe mendoj që po ashtu Vesel Krasniqi po ashtu, mendoj që edhe ky ka qenë ministër dhe do të kishte me qenë mirë me qenë në kuvend. Tash ka plot, siç e përmenda, ka plot emra që për herë të parë i kom pa dhe nuk mund me fol për ta as mirë as keq. Mirë keq se Endrit Zabërgja është një person. Nipi Fatmirit, që është në i cili është aktiv Nismën në Prishtinë. Koha shumë e ka marrë Nismën me stabilitetin në Prishtinë dhe është jashtëzakonisht aktiv dhe më pëlqen edhe si asamblest. Edhe është Adnora Voca Tahiri, të cilë nuk e një personalisht, po kam dëgju për ta, për mes miqve dhe më kanë liflu shumë dhe mendoj që kishte me qenë jashtëzakonisht interesante me qenë dhe rëndësishme me qenë në kuvend. Suksese, ky është vlerësimi i zotit Visar. Atëherë, Fatmir Limaj nuk e kam njoft në periudha të ndryshme, kështu në situata të ndryshme, ka kaluar për procese të gjata gjyqësore. Të gjitha janë konfirmuar që është i pafajshëm. 4. 3 për krime lufte dhe 1 për korrupsion rasti me të pëtës. Të gjitha i ka me gjykim të formës prerë. Jo heqje dorë nga këtë akuzë ose diçka. Është politikan me përvojë, është elokuent, është i zvjelt për diskutim, për fjalimin kuvend. Ma atë men nuk provohet shteti o djem. Kam vetë kështu si himn për qeverisin e Albin Kurtit. Unë Fatmirin kisha dashur me pas në kuvend Kosovës, por tash duke qenë se ka hy vetë gjasat i ka këgjat e vogla, nuk e di çka ndodhi me negociatat që i paten me LDK-në, me PDK-në kështu, po ajo është muhabe tjetër për cilën s'du të flas. Xhevairi Izmaku, deputete shumë vjeçare, gazetare, poete, Arbreshe nuk e njohën, me Vludinin e një është
stoik në nismë. Me vli është patriot, ndërës shala po ashtu, është prej fillimit është me Fatmir Limaj, kurs ju ka nda, pavarësisht ka qenë pushteta, joa, është dënë me qenë aty Besel Krasniqi, Artan Imani, profa i nderuar, Zabërgja e ndritin edhe e një në përmjet punës në Kuvendin Komunal të Prishtinës, nga një familje patriotësh të lidhur me UÇK-n edhe me luftën. Këto janë paka shumë që i një, si me thonë, mund të ketë shumë njerëz të mirë, por nuk i një as nga jeta publike kështu, po as personalisht. Zoti Limaj e ka dhënë një premtim që do t'i bashkohet Partisë Demokratike të Kosovës. Tani si pjesë e grupit parlamentar, si që është, apo ma vonë një shkrirje kështu në deg të PDK-s, mendoj që zoti Limaj e ka kohën e fundit për me u rreshtu në një subjekt politik e cila i garanton jetëgjatësinë politik edhe cila i garanton se mund të vazhdoj të jap kontribut në politikën e Kosovës edhe për vendin. Për ndryshe, kështu si që është atëherë, ka me pas problem. Të do qoftë sukses.